E përmendëm që sot ka nisur fushata, megjithatë partitë politike ka kohë që tashmë po takohen me qytetar, kanë mbajtur atë para fushatën. Realisht në një fushatë zgjedhore kemi qenë thuajse gjatë tërë vitit, duke qenë se nuk patëm institucione dhe gjithmonë ka qenë një përplasje edhe verbale mes partive politike se kush e ka fajin. Megjithatë, si po e shihni, si janë pritjet e qytetarëve, ndoshta në takimet e para në terren, e shihni zhgënjimin e tyre nga gjithë kjo situatë e krijuar për një kohë kaq të gjatë, pra që nga shkurti kur i kishin zgjedhjet e kaluara? Thënë të drejtën, ka një lodhje kështu kolektive, jo vetëm tek qytetarët, të cilët kanë votuar në shkurtin e këtij viti, por edhe tek vetë njerëzit që garojnë edhe që e bëjnë këtë punë, sepse ne këtë vit kemi pasur 3 palë zgjedhje, përfshi balotazhin 4 palë raunde, dhe është e lodhshme dhe e zorshme si dinamik, qoftë kohore, organizative, financiare dhe çka jo tjetër. Kështu që lodhja është e dyanshme, por megjithatë qëllimi dhe misioni nuk guxon të harrohet. Partia që ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet e fundit, Lëvizja Vetëvendosje, nuk ka qenë e interesuar thjesht të shtyej përpara vullnetin e popullit. Populli ka përcaktuar që nuk mund të qeverisë vetme dhe nuk ka krijuar hapësirë dialogimi dhe bashkëpunimi me partitë e tjera për të krijuar institucionet e Kosovës. Pavarësisht që edhe ne si parti opozitare mund të kemi qenë të atakuar në rastet saktuara, por megjithatë aspekti numerik ka qenë i tillë që partitë opozitare e kanë pasur të pamundur të bëjnë një qeveri së bashku. Lëm këtu faktin që Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë e ngrirë si pozicion dhe normalisht që ka qenë e pamundur që të bëhen institucionet. Por megjithatë, përgjegjësia i takon partisë së parë, sepse partia e parë është ajo e cila i takon edhe mundësia për të bërë kryetarin e kuvendit për ta vënë në jetë pozicionin e parë të shtetit në kuptimin e institucionit të parë, që është kuvendi i Kosovës, e pastaj duke e bërë një gjë të tillë dhe duke i zgjedhur organet e këtij institucioni si organi më i lartë i shtetit, me që jemi republikë parlamentare, të krijoj hapësirë që të bëhet qeveria dhe të ecim përpara. Po besoj që përveç partisë së parë është dashur që të kenë gjitha partitë, ndoshta sepse në fund të ditës për këtë vit të humbur, nëse mund ta quajmë, sepse realisht janë 9 muaj nga shkurti ku i patëm zgjedhjet, një vit i plot i humbur, shtoj edhe kësaj ku i kemi në fund të dhjetorit tashmë zgjedhjet, po besoj që edhe partitë e tjera në këtë mes ndoshta do duhet që të ofronin deri diku një zgjidhje për hir të qytetarëve. Çfarë zgjidhje? Në fund të ditës çfarë zgjidhje? Po ndoshta të ishin me ligjin për zgjedhjet, me rregullorin e kuvendit dhe me kushtetutën e Kosovës. Sepse u dok se patë një çështje bllokuese. Janë të rregulluara shumë qartë se kujt i takon mandati për të propozuar të parin e kuvendit dhe ai që merr mandat më së shumti prej qytetarëve, ai duhet edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese thotë, duhet të krijoj shumicën e thjeshtë. Duhet. Jo mundet. Duhet. Edhe kur partitë e tjera kanë qëndrime... Ne kemi qenë, besoj e dini, nëse nuk e keni memorien e shkurtër, zotëri Krasniqin, atë kohë kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, ka qenë të gjitha takimet që zotëri Kurti ka ftuar, por ato takime kanë qenë, po e them kështu shumë lirshëm, sepse e ka thënë edhe vetë kryetarin atë kohë, sa për të thënë teknike, sa për të bërë një imazh që ne jemi të hapur për të bashkëpunuar. Dhe kur ne kemi dalë nga ato takime, diskutimet e Lëvizjes Vetëvendosje kanë qenë që nuk dëshiron të ketë partneritet dhe qeveri me Partinë Demokratike të Kosovës. Tani më thuani ju mua se si mundet një parti e dytë, që është në kuvend si Partia Demokratike, të hyjë në negocime dhe në bashkëpunime me zor. Nuk bëhet kjo punë me zor. Kjo punë bëhet me negocim, bëhet me dialog, bëhet me besim, pavarësisht që jemi partitë ndryshme dhe mendojmë ndryshe, jo në karshi LVV-s, po edhe me partitë e tjera, domethënë që janë pjesë e kuvendit të Kosovës edhe mund të jenë nesër me numra të tjerë. Këtë thot demokracia, por ai që ka më së shumti mandate, i takon atij që të krijojë hapësirën për të diskutuar dhe për të krijuar shumicën e thjeshtë për të adresuar tutje institucionet.